hisabet ditën e gjykimit Allahu xhaleshanu ka saktuar mizan, peshorja, ku peshohet amalet ton, veprat tona vëllezër, çfarë kemi bërë mirë, edhe nuk peshohet me numrim, peshohet me gjitha cilësime, çfarë vullneti kemi bërë, sa sinqeriteti ishte. Prandaj ditën çlidhimi Makka, kur dërguar Allahu xhaleshanu ka dëgjuar dy shokët Profet alayhis salam, njëri me tjetër për një diçka i vogël, kanë bërë debate edhe ashtu si ne bëhem nerva njëri me tjetër, shokët ashtu janë bërë nerva. Një shoku Profet alayhis salam është pranuar Islami para çlirimi Makka, para sulhul Hudaybiyah, kurse një tjetri është pranuar me vonë, edhe Allahu xhaleshanu ashtu siç ne dim, mes profet ka pozita, mes krijesat të tij Allahu xhaleshanu ka lënë pozitët. Ashtu mes njerëzit mirë dhe keq kanë pozita të mirë, ashtu Allahu xhaleshanu ka lënë edhe me shokët Profet alayhis salam, ato që kanë pranuar Islam në Makka, në kohë më e vështirë, kur Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishte vetëm, patjetër Abu Bakr kur nuk është si një shoku Profet alayhis salam që ka pranuar Islam në ditën e fundit Profeti alayhis salam, ka pozita shumë të lartë Abu Bakr, ato pozita që ka lënë Allahu xhaleshanu. Atëherë një shoku Profet alayhis salam, një shoku Profet alayhis salam në nerva ka folur një fjala, edhe ishte pak fjala rend. Atëherë dërguar Allahu xhaleshanu kur dëgjon debatet të dy shokëve të tij, ka thënë pasha Allahu madhruar, ato shokët mi që kanë pranuar Islam, atëherë kur isha unë vetëm, në qoftë se ato harxojnë një grusht gruri, edhe me vonë njerëzit që do vinë do harxojnë komplet mali me floriri, edhe me sinqeritet ka për të harxuar edhe ai, personi që harxon mali si mali Uhud floriri, prap nuk bëhen njësoj njëri me tjetrën e shpërblimi ditën e gjykimit. Se Allahu xhaleshanu matë edhe sinqeriteti dhe situata. Edhe prandaj al-imanu bil ghaib alladhina yu'minuna bil ghaib, ato që besojnë në ghaib, që ka dhënë lajme Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vlezër, mendoni pak forca ghaibit. Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është duke folur me shokët e tij që sonte mbrëmje, domethënë erdhen dy angjël, ma morën, ma kanë hapur gjoks, edhe pastaj ma ka nxjerrë zemrë jashtë, kanë pastruar me Zamzam, edhe pastaj ka futur prapë në vendin e tij, edhe pastaj erdhi një kafsh, burak, që ishte më i madh nga gomar, më i vogël nga mushku, edhe unë në disa momenta ula edhe arrita në Xhamin Aqsa. Edhe pastaj kam shkuar qieli i pari, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe tregon gjitha lajmet çfarë ka parë vetë. Edhe mëngjesi vin, edhe lajmëron mes njerëzit Makka. Edhe janë duke mohuar. Edhe ajeti Kur'an tregon disa muslimanë që ishin ri, edhe për ato ustimi ishte, vetëm ustimi deri në Xhamin Aqsa, nga Makka deri ishte 1 muaj. Vajti ardhi 2 muaj. Atëherë aja është duke folur edhe për qiell që ka ardhur. Edhe në Makka njëri pozita më e lartë, që ishte fjala ti kishte një pesh, pas Profet alayhis salam ishte Abu Bakr. Edhe ai ishte, nga shkaku Abu Bakr Kurejsh daloshin në shumë gjëra. Abu Bakr ka pranuar Islamin. Abu Bakr ishte dietari fisëve atëherë. Edhe ky ishte pozita shumë e lartë. Ai njifte çdo personi, ky si arrin deri Ibrahim alayhis salam, fisi ti si arrin deri Ibrahim alayhis salam. Komplet informacion kishte ai. Dhe prandaj kishte pozita shumë e lartë. Edhe Abu Jahl edhe komplet grupi me njëherë, Abu Bakr nuk është prezent në ajo majlis. Ikën se sot është momenti më i miri për të larguar Abu Bakr nga Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe ikën me njëherë, o Abu Bakr, si e mirë, si kalon. Në qoftë se një njeri i thotë që unë mes nata kam ikur Xhamin Aqsa, nuk përmend fare për qiellin shtat, pse nuk besonte. Edhe ka i kthehur mes natën, a beson ti? Atëherë vëllezër, kur nuk ishin mjetet tona që kemi sot. Tha, jo, nuk besohet, dihet tha. Po mirë tha, shoku jot ashtu thot. Tha nëse ka thënë shoku im, domethënë Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, me njëherë besoj tha. Unë për ditë besoj që erdhi Xhibrili nga qielli dhe ka dhënë lajme. Tha Xhibrili nëse vin nga qielli dhe ikën në momente nuk merr do shokun e tim bashkë.
edhe ngeli fytyra. Po për neve duket vëllezër sot aq lehtë. Po mendoni për Abu Bakr, që sa imani ishte real, e vërtet. Ai ishte duke parë Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në situata shumë e thjeshtë atëherë, nuk ka ardhur asnjë ledim Allahu xhallahu xhanu. Ai është fillimi. Edhe Abu Bakr radhiyallahu anhu vërteton, prandaj dërgoi xhallahu xhanu atij ka dhënë titull Siddiq. Njeri sinqert që ka vërtetuar, pa nuk ka ardhur asnjë moment dyshim me njëherë ka thënë. Edhe Abu Jahli ka gerur pa fjalë. Dhe kjo është al-iman bil ghaib, besimi në lajme që jep Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shokët Profet alayhi wasallam, Ali radhiyallahu anhu. Dërgoi Allahu xhallahu xhanu është duke dalë natën, është duke parë jashtë janë gjithë armiq, kanë rrethuar shtëpia e tij për të vrarë. Edhe në atë momenti Profeti alayhi salam thotë do Ali, ai është në shtëpi, pse Ali radhiyallahu anhu Abu Talib kishte 4 djem. Edhe ekonomia ishte i dobët, kur dihet që dërgoi Allahu xhallahu xhanu është rritur në shtëpi Abu Talib. Edhe tani kur ka parë që është ekonomia Abu Talib është i dobët, kurse dërgoi Allahu xhallahu xhanu nga që Hadija radhiyallahu anha kishte dhuruar çdo gjë që kishte vet, ai ishte gjendje mirë. Edhe sa xhaxhin e vet, Abbazi. Edhe Abbazi ishte ekonomia mirë, tha o xhaxhi, ne lecsojmë pesha xhaxhi jon, domethënë Abu Talibit, vllai jot edhe për mua është xhaxhi, që nga 4 djem që ka, një marun, një merdi. Edhe ashtu Abbazi radhiyallahu anhu ka marrë Akilin, kurse Profeti alayhis salam ka marrë Aliun. Edhe Ali radhiyallahu anhu jetonte me Profeti alayhis salam. Edhe me vonë ka martuar edhe me Fatima. Atë thotë Ali, tani sonte jam duke ikurun. Ali di që jashtë çfarë situata. Edhe ato amanat që kam unë gjithë njerëzit Makka kanë amanat tek mua. Ti filani ka, ti merr ato amanat edhe nesër do japash atyre, ti fli në vendin e tim, në krevati. Ndo vlezar, këtë krevati ka për të ndodhur ose i vdekja, ose i shpëtim. Se ato nese mëngjes ishte tradita arab, edhe pse ishin njerëzit kundërshtar me Profetin alayhis salam, por ato kishin një moral, nuk hyrsin në shtëpia asnjë njeri natën pa lajmëri. Edhe prandaj nuk kanë hyrë në shtëpi e Profetit alayhis salam, por mëngjes kishin për të hyrë. Kjo dinte Ali radhiyallahu anhu. Edhe sa shohin, nëse është fjetur një njeri në krevat, kanë për të vrarë. Edhe Ali radhiyallahu anhu flen. Kurse Ali radhiyallahu anhu thotë kur dërgoi Allahu xhallahu xhanu mua ka thënë që ti do të takosh me mua në Kuba. Pas do japësh amanat edhe do vish ti vetëm, do takosh me. Unë isha bindur që kam për të takuar me Profetin alayhis salam. Nuk kisha asnjë dyshim, edhe pse ishte situata jashtë komplet kundra. Edhe dërgoi Allahu xhallahu xhanu ka dalë nga mes ato, edhe unë edhe vëllezër, kjo është bindja në ghaib, në lajmet e Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Edhe cilësia dytë, Allahu xhallahu xhanu tregon wa yuqimuna as-salat. Ato njerëzit që besojnë në ghaib, e pari, shifni, pas tauhidi, pas risalet, Allahu xhallahu xhanu e pari tregon wa yuqimuna as-salat. Ato falin namaz. Edhe namazi ka një pozita shumë të lartë. Në hadithet Profetit alayhis salam një vend dërgoi Allahu xhallahu xhanu thotë që siç është trupi njeriu dhe ka pozicioni koka, ashtu është pozicioni namazit në fe Allahu madhuar. Nëse hiqet koka, nuk gelet njeri gjallë ashtu, pa namaz nuk ka iman. Kjo është duke thënë dërgoi Allahu xhallahu xhanu. Në një vend tjetër dërgoi Allahu xhallahu xhanu na të thotë, çfarë mendoni ju për një personi që ka para shtëpia e tij ka një lum, edhe ai 5 herë merr dush, a gelet diçka nga gjunahat, nga papastërti kuptimisht nga dyra? Jo, nuk gelet gjapse nëse merr 5 herë dush, ashtu thot pozicioni namazi është në fen Allahu xhallahu xhanu. Ai që falet 5 vakte namaz, mes dy namaz që ka gjunat, Allahu xhallahu xhanu ka për të falur. Në një hadith tjetër dërgoi Allahu xhallahu xhanu thot, një herë merr një dega në koha e ftohti që ishte mbushur me gjethet. Edhe Profeti alayhis salam ka tundur dhe ka rënë gjitha gjethet. Atëherë shokët dërgoi Allahu xhallahu xhanu pyet, ashtu siç jeni duke parë që gjitha janë rën ashtu pas falje namazi, kur falet robi 5 vakte namaz, bin gjunahat e njeriu. Prandaj vëllezër, pozicioni namazit është shumë i lartë në imanin, në islamin, edhe ne nuk duhet të lemi asnjëherë. Biles Allahu xhallahu xhanu tregon një njeri që është dembel,
që është i dobët në namaz, për atë Allahu Gjalleshanu ka thënë në Kur'an që ato janë munafik, janë dy fiturësh, veçanërisht namazi i jetësie dhe sabahu, në koha ku jemi sot në iftoti, është shumë e lehtë, jetësia falet shumë i shpejt, kurse sabahu ka natë shumë i gjatë, si humbemi namazi me xhamat jetësie dhe sabahu. Sot profeti sallallahu alaihi wasallam Osman bin Affan thot që kush e ka falur namazi jetësie me xhamat dhe sabahu me xhamat, ai ka sikur ka falur gjithë natë me gjithë natë ka falur namazin. Lusë Allahu Gjalleshanu na forcof imanin ton, edhe Allahu Gjalleshanu na forcof imanin në ghaib, edhe lajmit që ka sjellë dërgu Allahu Gjalleshanu. Lusë Allahu madhruar, Allahu Gjalleshanu na dyqon zemrat tona me drita imanit, edhe kur ne da kalojmë këtë dunjan tjetër, Allahu Gjalleshanu na mundsof në gjuhën tonë shahadet la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.